patë qëndrimin e qartë të tij, i cili ishte mëse në mbështetje të një kandidature të tillë, po ende s'kem një qëndrim të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe do ta kem një debat në kryesitë të Partisë Demokratike të Kosovës. Mandej natyrisht që ky shtet është në themelët të gjakut të tij dhe kuvendi është i ndërtuar në sakrificën e tyre. Kosova Lirë është ndërtuar në sakrificën e tyre, Kosova Pavarë është ndërtuar në sakrificën e tyre dhe ne çdo herë i përkulmi një familje të tillë, po vendimi politik, komunikimi i vendimit politik i takon një subjekti politik i cili ka dalë gjithashtu prej luftës, se Partia Demokratike e Kosovës nuk ka dalë prej zyreve të ngrohta, e as prej premterave si draft statut, po kemi dalë aty ku ka ecë ushtria shërimtare e Kosovës dhe ne e shohmi vendimtarët që në përputhje me këtë dinitet që përfaqësojmë të sillemi edhe me votën tonë në kuvend të Kosovës. Personalisht, vota ime është dhe pro familjes jashare, po për te kësaj takon vetë kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës që të jep një qëndrim të tillë. Edhe një dialogu që do të jetë më përmbajtësor mes kryeministrit, kryetarëve të partive politike në opozicë se si për çastin kësaj teme. Kështu unë ndalet që t'ju respektoj, se ne ishim komision parasim, duke marrë marrësimin fillor të mesëm dhe të lartë. Kështu që Bedriu ka thënë pranë në media ose çfarë thash, do unë besoj që ke shumë i qartë. Një kandidaturë që vjen nga familja Ashare në kuvend të Kosovës, unë do e thoja personalisht çdo herë po. Por vendimi është i kryesisë së PDK-s.